E dije se jo çdo ushqim turshi është i njëjtë dhe jo të gjitha kanë përfitim për zorrët. Më lër të ta shpjegoj thjesht. Probiotikët janë bakteri të mira që jetojnë në zorrën tonë. Ato ndihmojnë në tretje, forcojnë imunitetin dhe ndikojnë në energjinë dhe mirëqenien tonë të përditshme. Por këto baktere nuk i gjen në çdo ushqim turshi. Diferenca është kjo. Ushqimet turshi zakonisht bëhen me uthull dhe uthulla i vret bakteret, pra nuk kemi probiotik të gjallë, ndërsa ushqimet e fermentuara krijohen natyrisht nga bakteret e mira dhe pikërisht këto janë ato që i japin përfitimin real shëndetit tonë. Një nga ushqimet më të mira që mund ta bësh edhe vetë në shtëpi është lakra e kuqe e fermentuar, një bombë natyrale me probiotik. Është super e thjeshtë dhe perfekte nëse je fillestar. Ja si duhet ta bësh. Punoj gjithmonë me duar dhe mjete të pastra. Grije lakrën në formën që dëshiron dhe hidhi krip. Përdor raportin e saktë të kripës, rreth 2 deri në 2.5% të peshës së lakrës. Pra, 1 kg lakër duhet i hedhësh rreth 20 deri në 25 gram krip. Shtype mirë lakrën derisa të lëshojë lëngun e vet dhe sigurohu që gjithmonë të jetë mbuluar nga ai lëng. Vendos një peshë sipër që mos të dalë lakra mbi sipërfaqe. Mbyll kavanozin mirë dhe hape 1 deri në 2 herë në ditë për të liruar gazin që krijohet nga procesi i fermentimit. Lëre në temperaturën e ambientit në një vend të errët për 6 deri në 10 ditë. Më pas fute në frigorifer dhe përdore sipas dëshirës. Mund të zjas në frigorifer për muaj të tërë. Na shkruani në koment nëse ndani të njëjtin mendim me ne dhe na ndiqni për më shumë informacion.